Pse njerëzit janë, sidomos fillestarë, tu gabuar në pjesën e biznesit online? Janë 3 gabime që unë kom cek. Gabimi I parë është se presin rezultate shumë shpejt. Nëse ti hap një biznes online, duhet ko konsistencë, strategji dhe sakrificë. Durimi është një ndër pikat më kryesore. Gabimi I dytë është se provoj çdo metodë që shohim në internet, pa fokus, në vend se me zgjedh një rrugë të qartë, me provu 10 herë, disa herë dhe të gjejmë zgjidhjen, jo në atë mënyrë me u dëshpëru, mirë po gjithmonë gabimin ose dështimin me qujtë si një zgjidhje ose si një provim të vetvetes. Gabimi I tretë është se nuk investojmë në mësim, pa dije e pa një mentor të mirë, humb shumë kohën tyre. Një kurs I cili përfundon te një mentor ose një coach është gjithmonë pjesa ku që çka fillon pas përfundimit të kursit, jo nga fillim të kursit. Atëherë vjen një mbështetje shumë e madhe për ata nxënës që kanë përfundu kursin, jo në fillimin e kursit, mirë po në përfundimin e kursit, kur aty ju duhet një ndihmë më e madhe se gjatë kursit. Keni kujdes që këtë ndihmë ta vëmë sa po përfundon çdo lloj kursi që është legjitim, jo pa legjitim, ose që është I shfaqur vetëm në internet, nëse nuk është I regjistruar në faqstet në vend, jo keni me marrë një kurs, keni kujdes ka edhe mashtrues të tjerë. Dhe pse në fund nuk funksionoi asgjë nga e gjitha, është se na mungon edukimi, durimi, vetbesimi dhe besimi I gabuar. Është shumë normale. Një punë online nuk është vetëm pse një shok I imi apo I joti ka filluar dhe duhet një të ndjejmë hapat e tina dhe të fillojmë edhe ne. Gjithmonë duhet me dashur atë që ti e bën, në asnjë mënyrë me kopju dikend se çka ai bën.